Bizneset private vazhdojnë të uzurpojnë hapësirat publike në qytetin e Tetovës, duke penguar qarkullimin e lirshëm të qytetarëve dhe duke krijuar kaos në qytet. Për kryetarin e komunës së Tetovës, Bilal Kasami, komuna në bashkëpunim me institucionet e tjera kompetente është vazhdimisht në luftë me këta biznese që shfrytëzojnë në mënyrë të paligjshme hapësirat publike. Kasami thotë se do të vazhdojnë edhe më tutje me masat për konfiskimin e tezgave. Në disa raste, duke pasur parasysh këtë përvojë, kemi intervenuar në bashkëpunim edhe me institucionet tjera, edhe me policinë, edhe me inspektoratin e tregut, edhe me drejtorinë e tyrave publike, dhe ka pasur raste që këto tavolina janë konfisku, janë marrë, sepse është fakt që ka pasur kështu situata, ka intervenu inspektorati, janë largu dhe janë kthyer prapë. Po përsëri po them që është një luftë permanente për shkak të tendencës permanente nga disa biznese private që të shfrytëzojnë jashtë ligjit hapësirat publike, por edhe lufta jonë është e përditshme dhe gati në përditshmëri, apo çdo javë kemi aksionet të tilla të inspektoratit, por nëse nuk kanë efekt vetëm aksionet e inspektoratit, ne do t'i përsëritim ato aksionet e koordinuar edhe me institucione tjera edhe për konfiskim të atyre tavolina. Kasami thotë se megjithatë në trotuaret ku ka hapësirë prej më shumë se 1,5 metra janë dhënë leje për zhvillimin e këtyre bizneseve. Ne dim që si ka qenë situata më herët edhe se si është sot. Nuk e di me jashtë disa lokacione që janë rreth lumit në pjesën tjetër, nuk e di se ku janë që pengohet drejt përse drejti lëvizje e qytetarëve. Në një pjesë janë me leje, aty ku i plotësojnë kushtet, ku nuk pengohet lëvizja e qytetarëve. Edhe në trotuar, aty ku ka hapësirë, janë me leje si tavolina apo terasa të hapura. Por pjesën më të madhe, ku pengojnë lëvizjen e qytetarëve, ne kemi intervenu dhe nuk është edhe njerë po them ashtu se si ka qenë situata. Edhe në trotuar aty ku ka më shumë se hapësirë se 1,5 metra, që të lejohet 1,5 metra të jetë trotuar. Edhe në ato pjesë ku ka kushte jepet për tavolina dhe në trotuar, ashtu si në shumicën e vendeve europiane. Edhe qytetarët e anketuar nga televizioni Koha deklarohen të revoltuar për uzurpimin e hapësirave publike dhe trotuareve. Pengesa si e sheve, sa dush ka pengesa, se s'ka kur një regull. To nuk e di edhe sa është e lejume, sa duhet qese, u foli për jashtë edhe këtu ka dalime. Se këtu edhe kushtet janë, edhe për njëzë invalid nuk i kajnë trotuaret ku të hejsi, ku të lëvizin. Pra ta ma te i pëzdije, në që ju thamë. Për herë që është orani, sa gjithë si të hinjë dhe të shkelë. Zonë qëtë që rëshet si rajnë urë. Tetova më të gjithë s'ku më hecë më shumë. Tetova janë këtë korruptomën, e në me rena, e në me këtë kësijet. Asë një gjonë, asë më nëzish, të është që ki kone ta më. Po 2 lirë, normal 2 lirë, në të pse e marro për të hecë, nuk e marro për qitë astalë. Ti qitë dëgjone e kom njëfë shëtu në te, ose te mullet e bone kjetë, te bone ata. Sa në regullë kur gjëna, për të regullohen kata. Dë bënë, dë hiqën dë njëre. Qofë se punojnë njërëzit. Si të punojnë, si duhet, dhe jekin, dhe i bëjnë atë gjënë. Organet kompetente apelojnë deri tek të gjithë ata që kanë uzurpuar vendet publike dhe zhvillojnë veprimtari tregtare, t'i lirojnë këto hapësira, sepse të njëjtat u takojnë të gjithë qytetarëve. Në të kundërtën, siç theksojnë, do të vijojë marrja e masave më të rrepta.